burrat sot apo shmangen përgjegjësisë në emër të jetës thjesht të Islamit? Po, ka prej tyre që i shmangen. Domethënë e përdorin Islamin si një kamuflazh të përtatësisë së tyre, sepse realisht sot përgjegjësia familjare, përgjegjësia ndaj bashkëshortes, ndaj fëmijëve, ndaj prindërve që mund të jenë të pamundur dhe të ketë detyrimin të ndihmosh ndaj vëllezërve dhe motrave, sepse në fundit jemi familje, është e madhe. Edhe ne po rritemi në një botë që duam satisfaksion të menjëhershëm për gjërat. Edhe kjo po na smur zemrat fatkeqësisht. Edhe po kthehet njeriu në një natyrë egoiste për fat keq. Edhe ka padyshim sot burra që nuk ndjejnë peshën e përgjegjësisë që me të vërtetë ata kanë mbi supët e tyre. Edhe për rrjedhoje mbulojnë këtë peshë përgjegjësie me një islam që ata pretendojnë që ekziston, por që s'është fare i vërtetë. Sepse nuk kanë qenë të tillë shokët e profetit, nuk ka qenë i tillë profeti. Kjo ndodh dhe anas jeltës. Ka raste plot të disa motrave të cilat nuk e kuptojnë rëndësinë e nisjes së familjes, rëndësinë e martesës. Janë akoma, nuk doja të përdorja fjalën adoleshente, por do thoya të papjekura në brendësinë e tyre për të kuptuar rëndësinë e asaj që ke përgjegjësi për të kujdesur për një jetë tashmë.